E kom një pyetje për zonjat edhe zënjushat me gjithë respektin që kom për juve edhe faleminderit shumë që më ndjekni, po e kom një pyetje sa i përket kësaj këngë. Ta dëgjojmë këngën së pari. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, the only ex I want is extra money. No extra stress, no extra worries. If I don't find a next, I'm not in a... Tani, unë nuk e di pse duni me njek trendet të cilat ju paraqesin keq. Kur bëhet një trend i tillë, duheni me kuptu edhe çka po thot aty. Unë e di që ju e kuptoni, s'po them që s'e dini çka po thot aty. Ama a disa keq po del që kjo. E pava diku një koment, dikush po e bënte një koment me zë mbi këtë çështje, tha nuk e di çfarë po doin me tregu femrat kur po tregojnë të prap me të gjinjët, sepse ko më parë vetëm lopt i kena këshyr të gjinjët dhe prapa a bën as bën. Unë s'po du me ra dakord me qatë koment. Unë po du me kuptu që femrat tona mundën shumë ma shumë me bë trende shumë ma të mira se sa mu të next, të letë ka pare, këshyr pak mrapa, këshyr pak para. Sinqerisht, më thoni veç pak zonë e zunjë, qa po doni me bo me që të canë?